aq shpejt ka ardhur? Jam 3 anije. Duhet të bëjmë një herë diçka para se të na qellojnë. Zjarë, fundosën ja të anjen. I martë e mira morën fund. Shigjetat e skllavërimit. Që ndodhi kështu? Ato janë pirateshat Kuxha. Kush guxoi të vendoste një anije ushtarake pikërisht në kursin tim, Ai simbol është i Kuxhave. e kush na qen kanë? Janë pirate egër të drejtuar nga një prej pjesëtarët e flotës së të shtatëve. Po ti a e nje atë? Po, është perandoresha Boaenko. Thuhet se kushdo që e sheh në sy mbetet viktime e bukurisë së saj të madhe dhe pastaj kthehet në gjallë. Sa që bukur, sa që më verboj, është aq e mirë sa që erësoj diellin. E martë e mira ka një bukuri që të trondit. Ku është? Dua ta shoh, më lini të shoh. Pra ku është? Pra ku është tash? Ku është ajo bukuri? Ku është? O mos u bë prej guri. Shiko, Enko dhe të tjerat. Boenko, largoj anjen tënde. Pa mundosh të pengosh misionin ton. Nuk të lejoj që të më flasësh kështu. Ta dish se s'kam as pak ndërmend të lë të kalosh. A është e qartë? Ta mare mira, çfarë femrash dhe çfarë karakteri? Keni ndonjë problem? Forca Raberi. Tani ose kur? Ajo pa drejt me edhe ma bëri edhe me sy. Mrekulli, le të përfitojmë për të nisur. Më thuaj të vërtetën, ti e nje atë grua. E po, në fakt e kam takuar kur më hodhën tek ishulli i grave. Ishullimi ti ku burat nuk u lejohet që të futen? Po atëherë ekziston ka me të vërtet. Do të thuash se ajo mrekullia atje është shoqja jote? Ai është stërzitur me të vërtet apo kalove gjithkohën dhe thua nga këto gratë? Jo, more, të siguroj, kam punuar Kjo nuk është drejtishme tonë ndërkohë që unë. Çfarë ka kështu ky? Çe gjeti? Hej, shiko, ata janë shokët e Raberit. Janë krijesa që si kam parë kur, po sa janë, a? Atëherë,